Sistemi arsimor në Shqipëri po përballet me një realitet sfidues ku rënja e numrit të rinjve po shoqërohet me një mospërputhje të madhe mes asaj që studiojnë studentët dhe asaj që ka nevojë ekonomia. Statistikat tregojnë se numri i nxënësve në arsimin parauniversitar është në tkurrje të vazhdueshme, duke rënë me 1.7% për vitin shkollor 2025-2026. Për më tepër, shumica e nxënësve vijojnë të zgjedhin gjimnazet në vend të shkollave profesionale, duke shmangur kështu profil që ofrojnë një zanat të gatshëm për tregun. Situata bëhet edhe më problematike në arsimin e lartë, ku duket se po krijohet një hendek i madh midis dëshirave të studentëve dhe realitetit të punësimit. Një numër shumë i lartë studentësh vazhdojnë të përqendrohen në degët e biznesit, administratës dhe drejtësisë. Problemi është se ndërsa të gjithë duan të bëhen menaxher, tregu ynë ka nevojë urgjente për inxhinier, programues, elektricist, mekanik të kualifikuar, hidraulik e të tjerë. Për shkak të këtij keq orientimi kemi një paradoks. Bizneset nuk gjejnë stafin teknik që u duhet për të funksionuar çdo ditë, ndërsa të diplomuarit në degë administrative kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend pune në profesionin e tyre. Nëse ky model nuk ndryshon, hendeku midis diplomës së madhe dhe vendit të punës do të thellohet edhe më shumë, duke lënë ekonominë me mungesa stafi dhe të rinjt me një pasiguri të madhe për të ardhmen e tyre.